Shumë kush mendon se gjenocidit 2 vjeçar të Izraelit në Gaza i ka ardhur fundi. Pasi të premten Hamasi pranoi një marrëveshje që parashikon lirimin e të gjithë robërve izraelit dhe dorëzimin e administrimit të Gazës në duart të një trupi palestinez të pavarur me përbërje teknokratësh. Situata në terren, vetëm një ditë pas këtij zhvillimi, tregon një realitet krejt tjetër. Izraeli ka vazhduar me bombardime vdekjeprurëse në Gaza, duke vrarë të paktën 20 palestinezë që nga agimi, pavarësisht thirrjeve të presidentit amerikan Donald Trump për ndalim të menjëhershëm të bombardimeve në Gaza pas përgjigjes që mori nga Hamas. Qeveria izraelite duket se është e pakënaqur me reagimin pozitiv të Trump, pasi Hamasi nuk ka pranuar të gjitha kushtet e propozuara. Sipas gazetarit të Axios, Barak Ravid, kryeministri Netanyahu është shprehur i befasuar nga përgjigjja e Trump dhe ka konsideruar reagimin e Hamasit si një refuzim të planit. Fushata ushtarake e Izraelit në Gaza, që ka nisur në tetor 2023, ka mbytur rreth 70.000 palestinezë dhe ka plagosur 169.430 të tjerë. Trump njoftoi planin e tij të paqes për Gazën të hënën, së bashku me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë. Shënjestër.net